Roma nga 2-2, këtu në TV1. Nuk ta përsëris fjalin që gjithmonë trajtojmë tematikat të ndryshme, sepse vetë se dihet. Sonte kam nderin të kem në studio për herë të parë në emisionin tim, e cila më ka nderu psikologe klinike, Fatime Sahiti Bekteshi. Mirë se keni ardhur. Mirë si u gjej, faleminderit për ftesën. Nderi është edhe imi. Faleminderit shumë. Do të trajtojmë tematikë e cila rëndom, në fakt trajtohet në emisionet ndryshme, në format ndryshme, mirë po asnjëherë në thellësi të saj. Dhe asnjëherë në një formë prizëm pak më ndryshe se në çfarë duhet të trajtohet. Si formohet personaliteti nga fëmijëria e tutje. Pra do të kemi një pasqyrim të dy anëve, edhe si fëmijë, por edhe si rritur siç ka japim fëmijët. Më tepër tek personaliteti fokusi. Do të jenë transparente. Me zonën Bekteshi nuk kemi biseduar për pyetje dhe asë çka, por vetëm temën dhe ka qenë e gatshme, faleminderit për të dhënë kontributin tuaj këtu. Do të shkojmë kronologjikisht nga fëmijëria e hershme, siç thash. E nisim nga këto. Ato që përjetojmë si fëmijë, në fakt, edhe ajo që perceptojmë si fëmijë, pra po nisemi ne vetë si fëmijë. Ato katalohet e prindërimit që njihen, cila në fakt është më e zakonshmja dhe që është më e dëmshmja në vendin tonë, duke qenë edhe psikologe klinike. Për t'i dhënë kuptim asaj hyrjes që juve se filluat, nëse fillojmë kronologjikisht, është ne jemi të vetëdijshëm ta kuptojmë që secili prej nesh kemi ardhur në jetë në rrethona të ndryshme, sociale, kulturore, ekonomike. Rrjedhimisht nuk kupton që jemi pritë ndryshe nga familje të ndryshme. Dikush ka pasur fatin të jetë fëmijë i shumë pritur pas një kohe, ta marrë gjithë vëmendjen, dashurinë, kujdesin, kontaktin e rëndësishëm fizik me prindin. Dikush mbase mund të ketë ardhur në jetë nga një shtazanie pa planifikuar, nga një radhë gjatë e lindjeve, ku mund të bëj pjesë edhe gjinia e bebit e gjitha këto më radhë. Pra, e thënë shkurt, mund të mos jetë pritur mirë siç ka mundur pritet dikush tjetër, paraprakisht një vëllase, një motër më e madhe. Pra, pse po e ndajmë këtë është pikërisht me kuptu që qysh në fillet e para, kur fëmiu vjen në jetë, madje dhe kur është i ngjizur në mitrën e nënës, fillojmë për herë të parë e gjithë ajo vëmendja, dashuria, kontakti dhe krejt ato çka prindi do t'ja drejtoj foshnjës në të ardhmen. Në këtë mënyrë, pavarësisht se do dalim edhe të lloji prindërimit, po pavarësisht se cilin lloj i prindërimit është përdorur nga prindjes, edhe kjo e ka bazën të mënyra se si jemi rritur ne, do të arrisim dhe do të trajtojmë fëmijët tanë të vegjël, mirë po në këtë formë do të formohet në të ardhmen mënyra se si fëmiu do të menaxhoj stresin e tij, se si adoleshenti do të përballet me marrëdhënie sociale dhe se si i rrituri do të përballojë marrëdhëniet kolegiale, marrëdhëniet intime, performancën e tij në punë, performancën akademike. Po pyetja është se pse ndodhet gjithë kjo. E gjithë kjo ka shpjegim tek fakti nga mënyra se si prindi e ka trajtu edhe ju ka përgjigj qysh në fillet e hershme, qysh në lindjen e fëmijët nevojave të fëmijët të tij. Cilat janë nevojat e një foshnje të posalindur, është mjaft të njohur, ne vim në jetë me të vetmin element kogja primitiv të komunikimit me të qajturit, qajmë kur kemi dhimbje barku, qajmë kur jemi lagur dhe kemi nevojë të ndrohemi, qajmë kur kemi nevojë të pim qumshtin. Dhe janë dy lloj të prindërve që kategorizohen, dy lloj saktësisht të nënave, baza, bara kryesore kujdesit i takon nënës për faktin biologjik në këtë periudhë, se si ju kanë përgjigj, me çfarë shpejtësie ju kanë përgjigj dhe sa gjatë ka ndodhur që kjo stresi i pritjes së fëmijët për t'ju plotësuar nevoja e tij. Nëse kemi pas një fëmijë i cili rrjedhimisht ka çajt për nevojën për të pirë qumësht dhe automatikisht e ka pas afër kujdestaren ose ka pas afër nënën e cila e ka ushqy, në trurin e fëmijët të vogël, i cili është në ndërtim e sipër, po fillojnë edhe zhvillohen sinjale që bota në cilën ai ka ardhur nga komoditeti sa ka qenë në barkun e nënës, bota në cilën ai ka ardhur që nga një vend i sigurt, që nga një vend i dashur, nevojat të tua që nga diçka që plotësohen aty për aty, gjithmonë që nga dikush i sigurt pranë meje. Këto bën zën bazë dhe teoria e Eriksonit, e cila thotë se nga 0 deri në 1 vjeç, foshnjat do ta ndërtojnë atë besimin përkundrejt mosbesimin ndaj botës. Ndërkaq kategoria tjetër e fëmijëve janë ata cilët e kanë pasur nevojën dhe kujdestari apo nëna nuk ka qenë ato për
për arsye sigurisht të ndryshme për t'ju përgjigjur më njëherë. Foshnja është lënë të çaj më gjatë, ndërimi i pelenës ose të ushqyerit është kryer në një format më të shpejt, kontakti lëkur me lëkur ka mungu, vendosja kontaktit me sy ato buzëqeshjet, ajtoni embolizorit i nënës derisa kujdeset për foshnjën kanë mungu ose kanë qenë të zbehura që automatikisht këto na lidhen me prindrimin e neglizhant. Pra me prindin i cili i ka kryer këto procedura ti quajmë pak a shumë në një format formal nga arsyet nga më të ndryshmet, por që në bazën biologjike merr përshkrimin si prindi neglizhant. Atëherë fëmijët i krijojnë dy mekanizma të mënyrës se çysh ata ballafaqojnë me stresin. Në rastin na ju kemi përgjigj në mënyrë konsistente, krijojmë një qëndrueshmëri. Do ta kemi një adoleshent i cili mendon që po ndodh një situatë e pazakon në jetën tim, mirë po e di që kjo situatë ndron, e di që është dikush për të më mbështetur, e di që bota është një vend i sigurt dhe gjanat përmirësohen, apo do ta ndërtojmë kategorinë e dytë të fëmijëve që janë vulnerabël apo të cënueshëm, ata që gjatë kanë çaj, gjatë kanë prit për me pas ndryshim, edhe rrjedhimisht duke qenë i cënueshëm ti ke mundësi shumë atepër për me pas faktor stresues dhe anksioz në jetën tënde. Pra qysh në start, nga dita e parë, nga mënyra se qysh neve na kanë plotësu nevojat e tona, ne po kryejmë cënueshmërinë apo qëndrueshmërinë, që përbën bazën kryesore stresit. Dhe jo më rastësisht në pyesim ka qenë një situatë krejtësisht e rëndomt në familje, pse një fëmijë reagon ndryshe, pse një fëmijë reagon ndryshe. Sepse herët ne ndaj një fëmijë i kemi plotësu nevojat apo mënyra që kemi ndërvepruar me to ka qenë ndryshme ndaj njërit, e ndryshme ndaj tjetrit. Nga arsye krejtësisht të ndryshme. Unë ndërsa po flasim, po e kujtoj një seancë terapeutike që kam pas me një nënë, e cila kishte pikërisht një ankesë të ngjashme, thotë që unë thot kam qenë krejtësisht nëna e njëjtë, unë jam personi i njëjtë me të dy fëmijët, po burri im ka vdek kur t'i vënojmë vëmendje pak, burri im ka vdek kur fëmiu i parë ka pasur 5 vjet, ndërka që djali i dytë ka qenë 1 vjeç e gjysmë. Atëherë me këto po du me sqaru bazën e një pyetje tepër të madhe, sepse një numër shumë i madh i prindërve thonë po kjo është i vogël, kjo nuk e kupton, le ta ndroj kush të doj, le ta ushqej kush të doj. Do ta pi si me nonën, si pa nonën. Është plotësisht e vërtet, mirë po duhet me kuptu që 80% e trurit sipas ulëmtimeve të fundit realizohet pikërisht nga mosha 0 deri në moshën 5 vjeç. Për t'u rikthyer tek pyetja e nanës, thotë që tash në adoleshencë, djali i cili është 1 vjet e gjysmë është fëmijë pa dëgjueshëm dhe është diagnostifikuar me çrregullim në sjellje, ndërkohë që ndjek një zhvillim tipik. Me humbjen e një antari të rëndësishëm në fëmijërinë e tij, nga kjo ngjarje traumatike që i ka ndodhur, nana është nana e njëjtë, po e ka ndryshuar mënyrën e përkujdesjes. Se trauma ka ndodhur edhe për nanën duke humbur shtyllën e fuqishme bashkëshortin, e detyruar sigurisht të ndrojë të gjitha ato rutinat, djali tjetër ka qenë 5 vjeçar, deri në atë kohë ai 80% i zhvillimit të neuronëve dhe aty në rrugëve neuronale veç është kriju dhe tek ai nuk ka pasur ndryshim, po ka pasur ndryshim tek fëmia 1 vjeç. Ti dhëm pak fokus se specifikisht nga mosha 0, nga lindja deri në moshën 2 vjeç, fëmijët nuk e kanë këtë aftësinë me kuptu se kur po ndodh, çka po ndodh, pse po ndodh. Pra mungon kjo që quhet memoria lineare. Kur mungon kjo memoria lineare, atëherë fëmijët i dhojnë kuptim botës përmes kodeve apo përmes sinjaleve. Qysh jepet kuptim përmes kodeve, na duke qenë dhe ju psikologe keni qartë që secili prej nesh kemi një libër identifikus tonin që njohim si katalogu i sinjaleve tona. Nëse foshnja 10 ditë që nuk e ka mundësin ta kujtoj se si është përplasur në tokë, ka mundësin që ta njeh aroman, ta kujtoj tingullin që ka qenë në prapaskenë, zërin e ngritur i cili ka përplasur, ta marrim si hipotetikisht një shembull dhe të gjitha këto sinjale do të ruhen edhe do të kodohen në librin e tij identifikus të kodeve dhe në një të ardhme, si adoleshent apo si i rritur, ai do ta gjej veten që do ta ketë të vështirë të punoj apo ndërveproj në mjedise ku ka zhurmë. Sepse zhurma në background që krijohet nga vendi ku është do t'ja kujtoj përgjithmonë mënyrën se si është rrëzuar. Ai mund të mos jetë fare i vëdishëm, në disa raste kjo dhe letazi mund të ngatrohet edhe me çrregullimin e panic attack, sepse konsideron që unë gjithmonë ndaj zhurmave kam panic attack, bën një korelacion dhe shpeshherë keq diagnostifikohet, shpeshherë keq trajtohet, po bazën terapeutike të shumicës së teorive dhe të
psikoterapive të cilat përdoren, e ka në fillet e hershme të fëmijës, pikërisht që nga lindja. Prandaj për krejt ata prind që ndjekin emisionin tanë është jashtëzakonisht shumë e rëndësishme mënyra se si prindrojmë, si qasemi nevojave, si kujdesemi për me kriju kujtime të fëmijët specifikisht nga 0 deri në 5 vjeç. Normalisht, kjo nuk kupton që adoleshenti nuk do ta doj vëmendjen, kjo nuk kupton që edhe unë du sa të vëmendjen prej nënës time, po pjesa kryesore e trurit, ato rrugët neuronale kanë marrë kuptimin e tyre. Unë mujt ta fos një ngjarje të re në jetën time në mesin e skemave të cilat i kam ndërtu. Po fëmiu vjen në botë i pastër, nuk ka skema mentale, ai do t'i krijojë ato që nga dita e parë dhe mënyra se qysh i krijon është pikërisht njëri kujtim i ri vjen edhe krijohet mbi kujtimin paraprak që ka ekzistuar. Prandaj është kaq e rëndësishme fokusi në fëmijëri, është kaq i rëndësishëm krijimi politikave shëndetshme që kanë parasysh mirëqenien emocionale, fizike dhe mentale të fëmijës, sepse kjo është një trekëndsh pa cilat nuk funksionon, se fëmiu dhe përvojat e tij në këtë moshë kaq të ndjeshme determinojnë çka ka me qenë ai si adoleshent edhe çka ka me qenë ai si një rritur. Kjo nuk kupton që dhe të dyja neve përvojat na kanë sjellë këtu ku jemi sot. Patjetër, drejtimet që kemi marrë në jetë mirë për shkak të fëmijërisë sonë. Favorizimet mes fëmijëve. Gjithë ne jemi ose fëmijë vetëm, ose i parë, i dytë, i tretë edhe kështu me radhë. Kërkesat edhe pritshmëritë, kujdesi i shtuar zakonisht që ndodh tek fëmiu i parë, neglizhenca ndoshta e fëmiu të dytë, edhe kujdesi i tepërt, përgdheli e tepërt ndoshta në fëmiun e tretë, edhe kështu me radhë, varësisht nga diferencimet. Domi për shkak të themi, prind për herë të parë, dhe kujdesi i shtuar që i jepet fëmijut të parë, pastaj këto që përmenda tutje. Çfarë realisht ndikojnë këto në personalitetin e fëmijut? Gëshëtojmë të dhe pjesën e parë që shtuat jo, kujdesi nga 0 deri në 2, nga 0 deri në 1, e marrin dorën nonat në fëmijun e parë, në dytin pak e lirojnë, e në tretin kështu me radhë. Çfarë ndikon kjo realisht tek fëmiu? Kur unë kam lindur vajzën, fëmijun tim të parë, kisha lexu pak ditë para lindjes që kur të lind fëmiu nuk ka lind vetëm fëmiu, ka lind edhe nona. Një femër për herë të parë dhe ajo e marrë një rol të ri dhe sigurisht që në përpjekjen e tutje për t'i bërë gjëra aq perfekte, ajo tendenca për perfeksionizëm në fëmijën e parë, pa diskutim, që do ta ndikojë mënyrën se si fëmiu do të veprojë në fëmijërinë e hershme, në adoleshencë dhe si i rritur. Nëse në fëmijën e parë ne kemi varet se ku prindje ka ushtru vëmendje. Nëse ai në mënyrë të vazhdueshme ka kërkuar që fëmiu t'i bëjë gjërat më mirë, ti mundesh më mirë, provo përsëri, duhesh përsëri, krijon tendencën e të qenurit një adoleshent ose një rritur perfeksionist, i cili asnjëherë nuk mundet me fillu dhe me përfundu një punë mirë nga tendenca për t'i bërë gjanat mirë, sepse çato ai libri i sinjaleve, libri i kodeve i cili është kriju në kujtesën e tij, pikërisht këto funksionon, i ka kriju kodët që ti duhesh me bë punën për herën e dytë, që nuk kemi mjaftu shumë i mirë me herën e parë. Dhe shumë herë kur e diskutojmë këtë gjë, madje konsiderohet kogja e pavetëdijshme kjo. Prandaj gjatë trajtimit psikoterapeutik ne kthejmë personin herët në fëmijëri në mënyrë që me pa çka kujton, si është komplimentu kur ka thonë vjeshën e parë, si është komplimentu kur ka shku në shtëpi me një njotë të mirë, si është komplimentu kur ka shku në shtëpi me një notë të keqe, sepse pikërisht tek fëmijët e parë prindi projekton veten. Të gjitha ato dëshira, ëndra të cilat i ka pas të parealizueshme, quhen aktivitete të pambaruara, i vendos tek fëmiu në mënyrë që fëmiu t'i kalojë tutje. Nuk do kisha thonë si kur jam merë shumë mirë dorën në fëmijën e dytë, po si kur është ngop mjaftueshëm, ka krijuar ngopshmëri ndaj fëmijës të parë dhe masnej fëmiu i dytë vjen në linjën e njëjtë. Edhe hiperkujdesi krijon hipervigjilencë, edhe neglizhenca krijon një fëmijë i cili ka me qenë gjithmonë i nënvlerësuar veten e vet dhe nënvlerësimi vetës edhe ulja e vetbesimit janë dy komponente kyçe që direkt e ulin performancën akademike dhe mënyrën se si ai ka me performu edhe në ambientet akademike, edhe në ato të punës, edhe në ato kolegiale. Po me të drejtët sek në radhën e lindjes, për shkak se në shumë trajtime automatikisht kur e kemi përballë nënën me fëmijën, njëna ndër pyetjet e para kur merret anamneza dhe historiku për me përpunu tutje planin edhe mënyrën se si kemi me trajtu
radha e lindjes, sa ati fëmi ka qenë në radhë, sa është dashur, sa është pritur, sa ju ka kushtu vëmendje. Shpesh herë, tek fëmijët e parë, kjo nuk nënkupton në ndonjë statistikë të madhe, po shpesh herë ndodhë që nga hiperkujdesi e nanës krijohet një hipervigilencë, sepse truri në atë 0 deri në 2 vjeç projekton që çdo lëvizje jona ka me marrë nga prapa lëvizjen e prindit, ose çdo tendencë e fëmijët për të ngritur, nana prapa për ta mbështetur. Një nanë shumë mbështetëse, një nanë shumë projektuese, e cila nuk e lën tutjet të ecë dhe të pavarësohet fëmija, dhe ku ka gjama të bukur në ndërtimin e personalitetit tonë se pavarësia, se të qenurit unik ashtu si që jemi, se të pranumit ashtu si që jemi, edhe fëmijët e pare vuajnë pikrisht të gjë. Ata nuk pranohen në mënyrën si janë, sepse është tendenca e jonë si prind. E kjo thellë na kthe neve në fëmirin tonë, nëse unë kam qenë fëmiju i parë, dhe sigurisht e kam barë të njëjtin model të vajza ime kur jam bërë nënë për herë të parë. Këto i kryojmë të gjithë ne, pavarësisht profesionit, pavarësisht arritjeve akademike, janë gjana të cilat kanë pushu të ne dhe bohemi të vedishëm, si unë si zhubura vedishme veçëm për drisa e flasim. Ato flajnë dhe janë kode të pavedishme, por që ne i hedhim në pa gjatë kohës kur prindrojmë, punojmë, lexojmë, ose çka do tjetër që jemi duke bërë, përgatitëm dhe përgatitja një testit të thjesht, ndryshon nga një fëmijë varësisht radhës dhe varësisht kujdesit. Nëse ka marrë hiperkujdes dhe tendencë perfeksionizme, e ka me lexuar disa herë dhe ka me qenë i pakënaqur si e ka shkruajt. Nëse ka qenë një fëmijë neglizhent, ai ndoshta edhe nuk ka me kry detyrën fare dhe nana pastaj ka mua anku se unë kam një fëmijë i cili bën detyrat shumë mirë, ndërkohë kam një fëmijë tjetër që nuk i bën detyrat fare. Nga kapaciteti mental më shumë gjas, nëse të ndjekin zhvillim të pik, ata të dytë konsiderohen të jenë të barabartë, por shmyra se si që ja ke drejtu të njëri dhe si që ja ke drejtu të tjetrit. Kam disa vite përvoj me nënat dhe trajtimin e fëmijëve të tyre, dhe asnjëherë nuk më ka ndodhur vinjë nënë dhe thotë, po mbaju në një seancë të shoh se si po prindroj me njërin dhe si po prindroj për tjetrin, se faji mund të më qenë të unë. Po. Asnjëherë s'm ka ndodhur. Shohin zakonisht me pasi çka është tek fëmiu, më shumë e kanë frikën sot tek shtrembullimet që ndoshta mund të jenë më virale, që kanë qenë më pak në njohuri kohë përpara. Këto që nanat tona nuk kanë ditë, kur them nanat tona, e kam fjalën gjenerata pak më të vjetra, gjyshet e këto, që nuk kanë ditë se çfarë ka fëmiu, apo kur ka lindje sindrom. Kështu që këto informacionet mungesë tash vinë edhe thellohen më shumë pas njëherë drejtimin nga vetja. Edhe shoh shpesh, sot më shqetëson fakti që kur një fëmijë realisht qanë apo nuk është i rehatshëm, nuk e zë vendi, nuk i jepet kujdesi i prindit. I jepet një telefon, kur qanë kapet në dorë, pra rrugën nuk e shtresojnë për ta mësuar vetë fëmiu, po i ashtrojnë ata prindrit. Edhe bën tutje në jetë më përtac. Dhe më të varur, sigurisht. Mbi të gjitha tendenca që të çajturat e fëmijës me kamuflu dhe me rahatu në qatë kuptimin qysh e ndat jo përmes kyçes ti në teknologji. Studimet e fundit të gjitha na drejtojnë që një numër i caktuar i problemeve zhvillimore, përfshirë dhe të folurit është pikërisht nga numri i madh i orëve që fëmijët marrin përmes ekraneve. Kisha njëherë në zyrën time një nënë e cila më thotë, të dy fëmijët e me kanë ndjekë televizion, të dy fëmijët e me kanë ndjekë televizion. Atëherë cili është telashi, se njëri fëmijë ka ndjekë një zhvillim të rregull dhe tjetri fëmijë siç duket ka vonuar gjuhën. Krejt varet nga koha se kur fëmiu ka fillu të ndjekë, kur fëmiu ja kemi dhonë përballë, kur fëmiun e kemi vendosur përballë ekraneve. Është ndonjëherë mirë, jo ndonjëherë, po në shumicën e rasteve ndoshta mirë ta lëm të çojë fëmiun në mënyrë që ai të zhvillojë vetë ata mekanizmat e kujdesit për veten, ta zhvillojë vetë, ta shtrojë vetë atë rrugën për cilës ka me kalu. Teoria behaviorale, neve që punojmë me fëmijë na mëson që përforcimi i sjelljeve tek fëmijët që çojnë është automatikisht i mëson fëmiun që të komunikojë përmes të çajturës. Sa më shumë që fëmiu qanë dhe ti jep një telefon për ta qetësu, aq më shumë fëmiu do të çojë dhe do ta kërkojë ato. Atëherë kjo botë rrjedhoi e komunikimit. Më shëndetshëm do të kish më qenë për trurin e fëmijut, i cili ta theksojmë edhe një herë që ka trurin në zhvillim e sipër, ndonjëherë unë them kujdes, këto
këtu po punohet, kujdes trurit ti është në ndërtim, që t'i dhojmë një lodër edukative, që të marim të ecim, të shëtisim bashkë, ose që t'japim një rjedhoj tjetër krejt ngjarjes, se që ta kamuflojmë të gjithë situatën përmes kushterjeteve sociale dhe shumë herë dhe përmbajtjeve të padëshirueshme të cilat nuk janë për moshën. Adoleshenca, 13 dhe 19. Shumë që ka në forma të ndryshme, njeriu pse në tranzicion në këtë moshë, një jetë edhe se tranzicion moshe. Shpërthen në adoleshencë një fëmijë, jo në kuptimin e shpërthimit emocional, por ato përjetime, kujtime, vlerësime, çfarë do qofshin të fëmijërisë së hershme, e që në adoleshencë i qetë në pa jashtë ambientet shtëpisë, por edhe brenda shtëpisë. Rebelim, një që ndryshojnë hormonet, ndoshta ndonjëherë quhen edhe sikur që nuk dinë vetë kontroll, por në fakt është kjo si pasojë e atyre që kanë pa në familje, apo përjetu vetë personalisht. Kjo është një pyetje gjerë dhe normalisht që kur flasim për adoleshencën, na i referohemi individëve unik, secili prej nesh e kemi kalu adoleshencën, dhe në mënyrë unikale kemi shpreh rebelimet tona. Rebelimet mund të jenë edhe të heshtura, sepse kur flasim për rebelime, prindrit gjithmonë i mendojnë për plasjet e dyerve, fundat e shkurt, qëndrimin zgjuar natën. Jashtë kornizës asaj që duan prindret. Jashtë kornizës asaj që rebelimi mund të jetë edhe i heshtur. Rebelimi është edhe ulja akademike, rebelimi është edhe ulja performancës, mbyllja në dhomë, izolimi, shmangja, që janë të natyrshme për moshën, për shkak që korteksti frontal, ai lobi që është përgjegjës për vetë kontroll, për sjellje të maturuara, mendohet sipas studimeve që deri në moshën 25 vjeçare nuk e ka arritur maturimin apo pjekurinë të cilën e ka të nevojshme. Dhe adoleshenti automatikisht ka një ndjesi të rritjes. Gjithçka po rritet brenda trupit të tij. Biologjia po rritet, trupi po ndryshon, gjanat po evoluojnë dhe mentalisht dhe emocionalisht ai shumë herë dhe nuk është gati. Po sigurisht që teoria e atashimit e jep një shpjegim shumë të mirë nëse kemi pasur ne një atashim të sigurt me nënën. Atashimi i sigurt është që ne kemi marrë nga nëna ushqimin, kujdesin fizik, dashurinë e saj, dashurinë si veprim, ashtu si e kupton fëmiu, jo si e kupton nëna, se kjo ka një dallim të madh në bazë atë. Apo atashimin e pasigurt. Atashimi i pasigurt që ka qenë një prind neglizhent, një prind që ka ushtruar disiplinë, mund të ketë qenë abuziv ndaj fëmijët, dhe si adoleshent na e modelojmë. Nëse kemi pas një atashim sigurt, na jemi të gatshëm me dalë, me eksploru botën, me kuptu që këto ndryshime po vinë si rezultati i gjanave, mënyrës që jemi rrit, mënyrës çka kemi pa, mënyrës me çka jemi ushtru, apo kemi pas një atashim të pasigurt dhe na kemi mundi gjithmonë, adoleshenti si tillë ka mundi gjithmonë i nënvlerësum, jo rehat me grupin, duke mos e gjetë vetën në tentim të krijimit të identitetit, që dhe ashtu krijimi i identitetit është njëra prej bazave kryesore që ka ndodhur atëherë në adoleshencë, madje duke qenë se 0 deri në 6 ajo 80% që i trurit të fëmijëve që zhvillu, tashmë në adoleshencë që ato rrugët neuronale të cilat janë mësu, kanë me dalë në pa. Ne, për shembull, nëse kemi një adoleshent i cili është rrit nga një prind abuziv dhe është rrahë në moshën, është keq trajtu fizikisht nga 0 deri në 2 vjet, ai normalisht që përmendëm që atë mërmorjen lineare, ai nuk ka pas sigurisht mundësi që me i rujtë se kush është abuzuesi, nga kush ka ardhë, pse ka ardhë, si ka ardhë, po i ka rujtë si që ato kodët apo sinjalet në trurin e tij të cilat matutje kanë me shpërthy gjatë adoleshencës dhe moshës së rritur. E qysh mund me shpërthy këto është për e letë me kuptu se fosh një në qatë kohë i lidh karakteristikat e abuzuesit dhe i merr si koda, si sinjale. Për shembull, nëse është keq trajtu nga babai, ai do të mendoj që burrat janë të frekshëm, do ta ketë një inat ndaj burrave. Nëse babai ka qenë i gjatë, ai automatikisht do të mendoj që me profesorin e biologjisë diçka nuk kaloi mirë, se ka një inat, se ai puna parë është burr dhe dyta mund të jetë i gjatë, që janë dy kodat, dy sinjalet që në mënyrë të pavetdijshme shkojnë tek fëmiu. Kjo pavetdia vjen veç për faktin që sinjalet edhe pjekuria e trurit
tek fëmijët që nuk mbaron akoma as në adoleshent ndodh nga poshtë lart. Fillimisht informacioni vjen nga trungu tronor. Ne dim trungu tronor është ai truri parazit që i merr çashtu çush janë sinjalet, nuk i përpunon, po vetëm i hedh jashtë përmes reagimeve të përshtatshme apo të papërshtatshme trupore, cila do qoftë ato. Dhe nuk e kanë këto sinjale mundësinë me kalu tek fëmia në korteksin e trurit, sepse korteksi është ajo që na jep elementin kohor kur po ndodh diçka, planifikimin, organizimin, gjuhën, veprimin. E korteksi tash në adoleshencë është pjekur, por në trungun tronor kanë mbetur këto koda apo këto sinjale. Prandaj si adoleshent mundesh me pas marrëdhënie jo të mira me profesorët, me të gjithë profesorët meshkuj, ndërkohë që me femrat ti kalon mirë sepse nana nuk ka qenë abuzuese, ti nuk ke rujt një kod apo një sinjal ndaj gjinisë. Dhe kjo ka, do me thonë, bazën qysh atër. Ose si i rritur, kjo mund përkthet me punëdhënësin, ti kalon mirë në një punë ku punëdhënësja ka qenë grua, ndërkohë që ke pas një vrejtje ose shkelje të punës, mënyrë të papërshtatshme e sill, ose nuk e kalu mirë për shkak se punëdhënësi të ka qenë burr. Nëse po mri me elaboru për me qenë shumë e saktë. Patjetër që po. Po në krahun tjetër po flasim edhe për adoleshentët. A ndihen realisht të kuptuar, të dëgjuar prej të rriturve, familjarëve, kujdestarëve, bashkëmoshatarëve? Zakonisht jo. Arsyeja? Asnjëherë nuk kam taku dhe vetë nuk kam qenë një adoleshente që jam ndje kuptuar. Kjo është ndjesi, pastaj që sado që t'jap është vëmendje, është pak vështirë që të marrim vlerësimin e dur që pavarësisht kohës dhe jetës dinamikës. Pavarësisht jetës e dinamikës, është një prind aty një kujdestar apo një familjar që është duke të dëgjuar, po pastaj se çka i duket që askush nuk po të kupton, është temë vete. Është ndjesia, po pikërisht pra, është ndjesia që ne po rritemi shpejt me dinamikat e kohës aktuale, adoleshentët vërtet e kanë ndjesinë që nuk kuptohen. Dallon një adoleshent që është sot me një adoleshent që ka qenë 20 vite më parë. Një adoleshent që është sot për brenda 5 minutave mund ta shëtis botën përmes rrjeteve sociale dhe të bëj krahasimin e vetës aktuale të elementit kohor ku është tash me adoleshentët cilët mund të jetojnë për shembull në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me mënyrën se çysh ata po trajtohen, me drejtat që atje po ofrohen, me jetën, me dinamikat e jetës që atje po ndodhin. Kjo ka dalluar me adoleshentin që ka qenë 20 vite në kthem në kohë, sepse mënyra krahasimit ka qenë me shokët e lagjës, me komshinët, dhe rrjedhimisht ndjesia e krahasimit ka ul ndjesinë e stresit, ka ul ndjesinë e ankthit dhe ka ul atë paknaqëmërinë shumë herë trupore që kanë adoleshentët. Zakonisht në adoleshencë janë shumë të shprehur në këto çrregullimet e të ushqyerit dhe kjo e ka bazën edhe tek vëmendja që prindrit kanë shumë më ia dhënë shumë vëmendje në trupit fëmijët kur ka qenë i vogël dhe kujdesin e vazhdueshëm. Ne edhe akoma dhe sot shohim prind që me pjatë vrapojnë vrap parkut për ta ushqyer fëmijën dhe duke mbingarku me informacionet për trupin, ai krijon një imazh të përshtatshëm brenda vetë strukturave të tij mentale ose të papërshtatshëm për veten e tij. Prandaj adoleshentët në shumicën e kohës ndihen të pakuptuar dhe është shumë e rëndësishme që u zhvillu politika të përshtatshme ndërmjet hapësirave, çandrave terapeutike ku trajtohen adoleshentët dhe nga përvoja që kanë më së miri kanë funksionuar grupet mbështetëse, këto support groups ku kanë qenë një rreth me adoleshentët është diskutu një temë dhe ka pas mundësi që ajo temë të ndohet nga këndvështrimet të ndryshme dhe adoleshentët ta shikojnë njëri tjetrin dhe të marrin input dhe sinjale se qysh e njëjta ngjarje mundet me u pa nga këndet të ndryshme dhe mundet me u përjetu nga këndet të ndryshme. Kjo rrjedhimisht e bën më të qëndrueshëm stresin, e ulat ndjesinë e ankthit, e ulat ndjesinë e reagimit, por adoleshenca është fazë që duhet me detyrimisht të kalohet në vorbullin emocional marrë për bazë dhe ndryshimet biologjike dhe hormonale që ndodhen në trupin e secilit adoleshent, ashtu siç ka ndodhur në trupat e tonë kur kemi qenë në atë periudhë. Prandaj është ndjesia që siç duket s'po na kupton askush, siç duket nuk është bota një vend i përshtatshëm për mua. Do t'japim forca shpejt, ju kemi edhe 3 pyetje, 15 minuta. Aq shumë kam pas pyetje për të diskutuar sot, po informacionet që jepnin patjetër që mbulonin gjithçka që duhet rreth temës që po flasim. Early adulthood, 20-39 vjeç. Pritshmëritë fillojnë rriten, kërkesat gjithashtu ndaj vetes, por edhe të tjerëve, fillimi i karrierës, formimit të profesionit apo profesionalisht të ngritur. Rrethanat pastaj se si fillon të ngritet vetdia e personave, prapë shtojmë, rrethanat është individuale secilit, por për shkak të sjelljes të prindërimit.
për shembull nëse është autoritar, do të ndjell tutje që një fëmijë të ketë çrregullime të ndryshme, një ndërto të jetë edhe PTSD-ja e tutje. Por presionin nga gjithë këto, edhe shtimi i stresit në vetvete. Ambicjet ndonjëherë din të kalojnë edhe si shpërqendrim i vëmendjes në asaj se çka kanë kaluar në fëmijëri. Pra, është një mlef i akumuluar që në fëmijëri është shtyp apo nuk është besu në të, dhe përkthehet në të rritjen e fëmijës, tutje, pra 20-30 anë, që komplet ai fokus edhe ai mlef të përkthehet në punë. Edhe të bëhet një workaholic siç njihet, apo një i dhënë shumë pas punës. Edhe tregon sukses. Pa çka pastaj që është një bërshllok i brendshëm. Po kjo patjetër që është një perspektive shkëlqyeshme për mendo. Krejt na jemi fëmijë të vegjël brenda vetës. Po filloj u elaburu pak fëmëria, krejt i gjejmë ato kujtimet, librat e vogla që i kemi pas, dhuratat e vogla që i kemi marr, ëndra që i kemi pas dhe mas nisi rritur, edhe sot automatikisht dëshprosh, por unë kam pas një ëndër që asnjëherë nuk është realizu. Ajo mund të mos jetë realizu nga mënyra se qysh nëna ime ka prindru me mu. Ndoshta ka qenë shumë autoritare dhe me detyrimisht unë jam detyruar ta ndroj profesionin tim të ëndrave për m'u përshtat rrjetit familjar, asaj rrethanës që e quante. Në këtë moshë është e rëndësishme me cek që korteksi frontal në aspektin biologjik më referu, është maturu, është pjek, ne jemi më të gatshëm për emocionet e tona mundemi me i kontrollu, pra vetë rregullimi ndodh më shpejt, si i tillë secili prej neve ka marrë një drejtim, ka marrë një shumica prej nesh, të themi që ka marrë një profesion, ka një punë primare apo një punë sekondare, e kalon din sakt cilat janë interesat e tij, din sakt ku don me u drejtu, disa prej tyre madje dhe kanë fillu me kriju familje të tyre, po pavarësisht moshës, pavarësisht elementit kohor, jemi në të 20-ta, 30-ta, 40-ta, 50-ta, ne gjithmonë jemi një fëmijë i vogël brenda vetës tonë. Mënyra se si kemi me kërku me na u plotësu dëshirat e tona në shtatë dhe punë. Si kemi me kërku me na u plotësu nevojat, si kemi me kërku me na ardhë një produkt i ri në punën tonë, tregon automatikisht si kemi kërku na kur kemi qenë vogël, a kemi pri që ka me na u realizu. Nëse ju do bëni një kërkesë që të ndryshohet skena ju dhe ti e bindur që kërkesa do të merret parasysh, kjo është si rezultat, si produkt që ti ke kriju një qëndrueshmëri ndaj faktorëve stresues dhe rrethanave anksioze, sepse kujdestaret apo prindërit e tu të janë përgjigj automatikisht. Prandaj produkti fillon edhe dal pikërisht pas moshës 20 vjeç. Madje është ajo edhe koha e melankolisë sepse ke lënë mbrapa adoleshencën, ke lënë mbrapa vitet e mira të gjimnazit, e kupton që jeta ka një rrjedhoj tjetër, edhe vrapon pastaj për të kërkon jeta e sapë dhe i kërkon tjetës pastaj e sapë. Dhe kërkon me nxona ata. Nëse arrin ndonjëherë. Po, jo. Provojmë ne provojmë gjithmonë. Urojmë të paktën të qesin diçka në dritë, si sot populli. Ta marrim përmbushje, ne të gjithë mbushemi në mënyra të ndryshme, fëmijët e vegjël përmbushen me një kontakt me sy, me një çokoladë, me një përshafim, por kjo përmbushja e nevojave tona, ajo hierarkia Maslowit do të ndroj pastaj. Ne do të kërkojmë, jemi kriju për të qenë në përpjekje për të bërë më mirë. Dhe mendoj që ky ligj është i mrekullueshëm sepse është forca lëvizëse e botës dhe asnjëherë nuk e lë njeriu në atë komoditetin që unë arrita, kam një martesë të shëndetshme me çujt, kam një punë të mirë, kam bën një profesion të mirë, ti gjithmonë kërkon akoma më tepër. Dhe nëse kërkon më tepër, do të thonë që një i rritur dikur në jetën tonë ka besu që ti mundesh më tepër. Mendoj që kjo është e mrekullueshme kur i ndodh dikujt. Më rëndësishme është mundin se cili pastaj se çfarë sjell jeta na servon në ke bë mirë apo jo, dhe ambicjet që krijojmë ne për veten, ndonjëherë dinë edhe të na surprizojnë për mirë ose për keq, po qëndrimi me këmbë në tokë është shumë e rëndësishme. Pasojat më të theksuara të cilat nuk përmirësohen për shkak që nuk janë trajtuar, për shkak të mos vëmendjes së kujdesit. Po flas gjithmonë atë që përmendet që nuk di që ka ardhur nana dhe më ka thonë të shoh unë si po prindëroj. Po përpiqem jashtë prindërimit, si po përpiqem të sjell ndonjë rast konkret, por duke qenë se emisioni sigurisht shikohet nga shumë prind, do kisha dashur me dhënë një si element shpresë që me trajtim tek psikologu, me psikoterapi, gjanat edhe mund përmirësohen, sepse
ne fillojmë dhe i japëm kuptim ngjarjeve, por njëra nga më të rëndat që ndodhin në fëmijërinë tonë të hershme dhe që kërkon kohë të gjatë të trajtimit dhe ndikon në mënyrën se si identifikojmë botën, se si e shohim botën, se si e shohim raportet më të tjera, se si do t'i kemi raportet edhe intime dhe sociale, edhe akademike dhe gjithçka tjetër në jetën tonë, janë traumat seksuale të cilat ndodhin specifikisht në moshat e hershme. Kisha me qyp sepse në atë kohë truri ynë nuk është i gatshëm për mi dhon kuptim ngjarjes, nuk është i gatshëm për mi dhon kuptim sekuencave të tilla dhe kjo kërkon të internalizon brenda vetes tonë që bota është një vend i pasigurt, që kujdestarët nuk kanë qenë ata aty për të mbrojtur ty dhe ti humbë besimin, humbë atë kapjen kryesore të shtyllës edhe gjithmonë percepton botën si një vend të pasigurt, si një vend jo të rehatshëm dhe në pavedin tonë që ndron kjo. Por gjithsesi, kolegët tonë dashur që janë të mrekullueshëm në trajtimin e traumave, më kanë dhënë informacion që edhe kjo është një traumë e cila mund të përpunohet, sepse kthehet herët si element kohor dhe zovend, kur e përpunojmë nuk nënkupton, ta sqarojmë për prindërit sidomos, që nuk nënkupton që ne harrojmë ngjarjen që ka ndodhur, ngjarja gjithmonë do të jetë prezent, do të jetojë me neve, por na i dhojmë kuptim ndryshe dhe ne fillojmë dhe funksionojmë. Fillojmë me pa që bota megjithatë ka gjëra të mira, aja ka qenë një ngjarje të kaluar, ngjarjet e tjera nuk do të jenë të njëjta. Fillojmë nuk i kategorizojmë të gjitha ngjarjet që na ndodhin brenda asaj kornize. Nuk e shohim botën brenda asaj kutie dhe nuk e shohim botën vetëm nga e prizëm. Sigurisht që edhe dhuna fizike e cila ndodh shumë herë ndodh tek fëmijët edhe 1 vjeç, 18 muajsh, 2 vjeç e gjysmë, është një traumë që shoqëron fëmijën dhe një mënyrë se si ai do ta ndërtoj familjen e tij në të ardhmen, se si do t'i modeloj, se si do të mësoj të negocioj. Ne kemi parë ndoshta edhe në vendet tona të punës kolegë që lehtazish mund të angrizorin dhe të reagoj kur dhe tema ka qenë aq e relaksa, aq e këndshme dhe ti shef që ai është bugati ta përplasi tavolinën dhe kjo e ka bazën thellë në pavedi, në atë librin e tij të kodeve, se truri ti merr një sinjal të nevojës për të mbrojtur automatikisht kur ti ndoshta profesionalisht e ke kundërshtu. Por truri ti jep sinjal të rrezikut, sepse kur ka kundërshtu, kur ka qenë i vogël, ka kundërshtu ta haj ushqimin, ka marrë një shuplak. E tash ti si i rritur nëse jep një kundërshtim profesional në mjedise akademike, në një diskutim, në një intervistë, ai bëhet gati për të reaguar. Dhe kjo po që ka ndikim në mënyrën se si perceptohet nga të tjerët, në mënyrën se si do të arrijë, në mënyrën se sa do të ndryshoj pozicionet e punës, se sa të tjerë do t'ja besojnë punën, në mënyrën se si do të prinderoj, sepse dikush që është mësuar të reagojë në shpejtësi dhe në vrull, ai do të reagojë njëjtë edhe ndaj fëmijëve. Mu më pëlqenë shumë këto fotografitë dhe iluzionet, sepse konsideroj që një numër i madh i personave janë në zonës vizual, që ashtu që shomon. Edhe ti shef një nënë që jep lule nga goja ati dhe del lule nga goja fëmijët, apo shef një nënë që ka dhënë një dorë dhune nga trupi saj dhe jep një dorë dhune fëmijë. Pra automatikisht ajo qysh kanë prindru prindrit, me neve jemi na çka jemi sot dhe jemi na qysh po prindrojmë në të ardhmen. Po s'kisha dashur me e përmbyll të besu që ka ndodhur ngjarje diku në jetën tonë dhe kjo është e pakthyeshme dhe gjanat kanë mbaru, sepse unë nuk kam faj nëse kam qenë produkti dhunës fizike, produkti dhunës seksuale. Unë kam faj nëse nuk e trajtoj ato, faj në kuptimin morale dhe njerëzor, sepse gjërat trajtohen dhe gjërat ndryshon. Prandaj është kaq e rëndësishme vizita tek psikologo që në momentin kur jo kuptoni që jeni në shtatë zonë, paktën për psikoedukim, për të kuptuar dhe për ta gjetë fëmijën, sepse unë kur kam fëmijën tonë brenda vetes tonë, sepse unë kur kam lind vajzën tem kam thonë, am ka dash më nana jam kështu? Am ka dhënë mu nana jem ushqim kështu, am ka marrë mu nana jem me vete kështu, të në kisha pas nevoj me trajtu unë fëmijën brenda vetës për të rritë pastaj një fëmijë të shëndetshëm në aspektin edhe fizik edhe emocional. Në qartë është luftë konstante me vetën. Atjetër. Më kujtu diçka kur thatë eksperiencat e fëmirisë. Është temë komplet tjetër, po e ndjej me ta bo me një përgjigje të shkurtë, e di që ha më shumë kohë se sa kaq sa po ju kërkoj. Prindërit zakonisht dinë të në një dhomë gjumi, të bëjnë gjumin me fëmijën e tyre. Nuk po flas këtu për fëmijën i cili është ende në gjithëdhënie dhe është e nevojshme edhe për nanën dhe për bebin për qenë afër, edhe gjatë natës sidomos, por pak më tutje. Krijohet krizë mes çiftit për shkak të mungesës së privatësisë, por edhe përkthehet si lloj traume e tutje edhe çrregullime të ndryshme tek fëmiu.
këto vinë si pasojë ndonjëherë frustrime seksuale të shumta që ka shoqëria jonë, cilat janë të zbehura aty si ndonjëherë dhe jo dash të dukshme. Jo dash të dukshme. Din të hedhin ndonjë perde aty sikur s'kemi kur gjë. Po në privatësi secili është i frustruar. Mund të jetë kjo edhe si pasojë e kësaj, ne nuk e dim se çka kanë bërë prindrit në dhoma, por vjen kjo ndoshta edhe si pasojë e kësaj. Me gjas, ju me drejt thoni që në kohën kur fëmiju është në gjithanje, e ka nevojën e kontaktit lukur, e ka nevojën e të ndi aromën e nanës, të ndi kontaktin me shikim të nanës, të ndi prezencën e nanës. Po me kalimin e kohës, sa temi, rreth 18 muajsh, 20 muajsh, kur fëmiju do tjetë bërë 2 vjeqët është koha për të larguar nga të ushqyerit me gji, normalisht që gjoja ma e shëndetshme që kishme egzistu për me mbrojt raportin e shëndetshëm mes shiftit dhe për me mbrojt zhvillimin e shëndetshëm të trurit të fëmijut, ndarja e dhomave. Normalisht që ndoshta bazën kryesore të shumë konflikteve seksuale, frustrimeve, ngacmimeve që mu i më ndodhë mënyrave se si kultur e perceptojmë dhe shohim marrëdhënien seksuale, mund ta kemi marrë potencialisht në kohën kur kemi qenë prezent dhe ndoshta ka pas një akt seksual mes shiftit përderisa fëmiu rreth moshës 3 vjeç, 4, 5, ai thuaj se është komplet i vetëdijshëm për të kuptuar se çka po ndodh atë. Çka po ndodh atë për të kuptuar, po duke mos e ditë funksionin, idenë, logjikën se çka qëndron brapa asaj. Prandaj mënyra më e shëndetshme e rritjes së fëmijut qëndron pas largimit të xhirit, ta ketë hapësirën e tij. Edhe fëmiu ka nevojë për hapësirë, edhe nana ka nevojë për hapësirë. Hajde mos i mbetemi borxh nanave dhe ta thojmë që edhe në ditën e parë kur lind foshnja, përkundër asaj nevojës që është madhe për me qenë me nanën, nana ka nevojë dhe ajo për me pas hapësirën, kohën për një dosh, kohën për të marrë një vakt ushqimor, sepse nanat janë që ato heroina që kanë me qëndru gjithë jetën prapa fëmijut. Ajo proverba që thot djalim, nështë është ftoftë dhe djalim ka bo një udhtim, po zojti shumë e vjetër moshër djalit, po djalim është 60 vjeç, po nështë e ka ftoftë. Ajo prapë është nanë. Prandaj për të dy palët, vendosja e një kufini të shëndetshme është e shëndetshme në mirëqenien fizike dhe emocionale. Ne, po, në fakt, ajo çfarë kërkohet zakonisht është temë shumë e gjanë dhe komplet temë tjetër, por 40 ditë që i nanës për të vetkuru edhe për të marrë me veten, tradita jonë shqiptare është e mirë në fakt që jemi të interesuar, kemi kujdes, por ndonjëherë te kalojmë kufi. Në 40 ditë një gru nuk mundet me qenë e aftë për veten e vet për nevoja personale, jo më të pres, krahasojnë me kohën përpara kur nanat kanë dalë dhe kanë qenë në punë, në fush. Kanë lind, nesërmen kanë qenë. Ka qenë një kohë komplet tjetër, por nuk do të kalojmë andej. Jemi krejt në fund, kam edhe një pyetje të fundit, lutem. Kemi ende plagë të pashëruara individuale, gjithë secili, për cilat nuk është që i kushtojmë më rëndësi për shkak dinamikës tjetës. E që tutje pastaj na ndikon edhe në prindërim. Po kemi, sigurisht që po. Unë llogaris që unë dhe motra dhe vllajem, kur të bëhemi bashkë, nga smomi thëmë se kujtja ka dhënë mami sëndiqin, matë madhë për me hongër. E ke marrë te, jo ty ta kanë festu ditëlindjen ma mirë, unë e kujtoj që ti ke pas një tortë ndryshe, unë e kujtoj që ti ke pas një tortë ndryshe. Këto thellë janë plagët e vëmendjeve që kemi marrë, privilegjeve që kemi marrë, sepse ne të paktën psikologët duhet jemi që vija e parë që dalim dhe diskutojmë të parë, për me nuk kuptu që të gjithë qenjet njerëzore, bartin që ato plagët emocionale me vete, dhe shka që rëndësishme të bëhemi të vetëdijshëm për to. Kur t'jemi të vetëdijshëm, këto kaq kanë mbaru. Sepse ti ke vetëdijen, ti thu, okej, u bona emocionale kur kalova nga kandje me mbolsira, se ma kujtoj mbolsiren kur unë kam qenë e vogël dhe nuk pati mundësi nana. Ato mjafton vetëdija, se kur ti ke ngrit vetëdijen e kupton nga të ka burua emocion. Nëse nuk e ke vetëdijen që të ka buru nga ajo torta që e ke pati e kalon gjithë ditën, nevrike, je irritu, letë për me qajt, ndoshta kthesh në punë dhe diskuton një bised jo të mirë me kolegen, ndoshta ke pas një test të s'ke mujtë mirë me fokusu në testin tënd, ndoshta ke pas një takim rëndësi dhe i ke shty, krejt këto i përbojnë bazën e tipareve të personalitetit, kur ne si të rritur funksionojnë. Po, nëse ne kemi ngrit vetëdinë dhe dim se prej nga na ka buru emocionit, okej, sot kam një ditë se do dhe kjo. Dhe automatikisht ndonjëherë, unë kam pas rasin, kër i kemi përballë personin e ullur në karikën tjetër, thot,
jo nuk kam nevojë me zgjatë ma shumë se çka i ka ndodhur atij personi. Fakti që e ka fol, e ka bot vetëdijshme dhe ka kuptu përgjigjen. Ndonjëherë kur flasim e kuptojmë. Prandaj është kaq e rëndësishme që t'ja kushtojmë vëmendjen edhe t'ja kushtojmë kohën familjes tonë. Ne kemi një teknikë që quhet teknika e albumit familjar. Ftojmë personin, po kur të vish herën tjetër në seancën e radhës, grumbulloj krejt fotografi që e ke pasur. Krejt që ato që ai ke fotografit, nona kur ka qenë shtatzon, nona që është ka lind, deti për herë të parë, ditëlindja e parë, hajde t'rregojmë çka ke pa këto, çka ka ndodhur këto, si ka ndodhur këto. Kjo është një terapi e artit e cila provon me ndërtu që ato linjat emocionale dhe ty me të vëmendshme. Okej, që kjo është arsyeja pse çdo herë kur mbathi këpucë, kujtoj këpucët që nona e ka pas mbathmat, nejën ku kemi qenë ose diçka që ju ka ndodhur. Këtu ju referuam gjanave të mira, për ndryshe dikush mund ta kuptoj që kjo është arsyeja pse unë nuk lidh flokët se ka ndodhur një periudhë traumatike, dikush ka vdek, dikush ka qenë shumë i smur dhe ka ndru komplet evaluimin edhe rrjedhën e jetës. Po e rëndësishme është të ngrisim vetdijen dhe të kuptojmë që ajo në për çka kemi kalu, deshtën apo s'deshtën prindrit tanë me na ofru, ajo ka qenë ajo që e kemi pas dhe ajo determinon tiparet e personalitetit se kush jemi në asaj. Po ja s'bej rëndësinë asaj që thatë, do ta kthej shumë pak në humor, pa e humb peshën e rëndësinë, pra po them. Kur thatë më kujtu në fëmijëri, më duket që secili motër e vlla, pa parasysh sa është numri, gjithë kanë këto më shumë, unë më pak ti më, domethënë është kjo shtyrja gjithmonë. Edhe mendoj që gjithmonë pula e kujshisë është më e madhe se jotja. Gjithë e ki atë mendje. Kështu që gjithë fëmijët e kujshisë kanë marrë diçka që ti nuk e marr. Po patjetër. Kështu që ndonjëherë është mirë mbi gjitha si fëmijë, po flas në radhë parë. Në këtë rast duhet t'i them audiencës që si fëmijë është mirë t'i audim prindve për aq sa kanë pas mundësi, për aq sa kanë pas njohuri mbi gjitha. Njohuria në sferën profesionale, psikologjike, këshillime, këto kanë qenë më të zbehta përpara. Kanë shku me atë mendjen që atyre ju shdukt më përshtatshëm gjithmonë krahasim edhe me prindrit e tyre që kanë përjetuar ata si gabime që nuk kanë dashur me i marrë na si fëmijë. Kështu që edhe për ta ka qenë luftë. Ne tash jemi më komod për të prindëruar më mirë. Thjesht duhet të ploftu, mendoj unë, parimisht me veten. Komoditetin kur fëmijët tanë të rritën dhe kuptojmë që një teori që e kemi ndjek nuk pas ka qenë dhe më e sakta. Ne nuk dim se si kanë me rrjedh gjërat, po unë jam i thorja asaj që t'ja besojmë argumenteve shkencore çka thojnë studime që është më e mira për me rritë fëmijën. Ose mu ndonjëherë pas ndonjë emisioni ose ndonjë diskutimi mu ka po pyetja, mirë dhe qysh me rritë fëmijën pra, qysh e rritet i fëmijën tonë, unë e kom dashur. E vetëm ja gjatë që kom bo, i kom ofru dashuri. Më thonë vëmendje dhe dashuri. Kaq, nuk kemi lodra shtrejta, nuk kemi festime madhështore, nuk e kemi çdo ditë fest, nuk e kemi mundësinë dhe nuk e kemi nevojën për me rritë në qatë formë, po ne krejt mujme me i dasht fëmijët tonë. Nëse jemi fëmijë të dashur, kena me kriju një atashim të sigurt, kena me besu që bota është një vend ku çkado që ndodhun kthej natë nana. Bëj gabime në shirë dhe po nana është atë për mua. Dhe kjo ka rëndësi. Kjo ka rëndësi. Zonja Fatime, ishte kënaqësi, nder, privilegj edhe të falenderoj për lloj-llojshmërinë e informacioneve, fakteve që i keni dhënë sonte në dëndë. Faleminderit shumë. Për mua ishte kënaqësi gjithashtu, faleminderit dhe juve. Të dashur shikues, duajeni veten, kujdesuni për veten dhe trajtojeni veten ndoshta qysh nga fëmijëria e hershme, siç edhe tha psikologja gjatë gjithë emisionit, sepse kjo do të ndikojë nesër për familjen tuaj. E di që për disa mund të jetë shumë herët dhe thonë se s'jam të mendu një herë andej, po koha ecën shumë shpejt. Nga 2 stafi dhe unë, natën, shihemi herën tjetër.